Komisionerja për zgjerim Marta Kos ishte e prerë kur pyet për zgjedhjet e 11 majit dhe vërejtjet e OSBE ODIHR. Zyrtarja e lartë i Bashkimit Evropian dha këtë përgjigje. Po, zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme. Por, pak minuta pas kësaj deklarate, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dënoi deklaratën e Kos. Se ky pohim është një prej tyre që të skandalizon. Komisionerja e zgjerimit mendoi se ka detyrimin të jetë e vërtet me qytetarët shqiptarë. Ka detyrimin të njohë autoritetin e vëzhguesve të OSBE ODIHR-it që nuk e thonë në asnjë gërm të raportit tyre atë që tha sot zonja Kos. Nga selia e Partisë Demokratike, Bardhi dha edhe një paralajmërim. Dhe në fund, po, unë e di çfarë detyron komisionerin e zgjerimit që të shndërrohet në një zëdhënëse të së pavërtetës. Do të bëjmë gjithçka që ta mësojnë shqiptarët dhe vetë europianët shumë shpejt, po për sot po ndalem këtu. Komisionerja për zgjerimin bëri komentet e saj në konferencën e përbashkët me kreun e qeverisë Edi Rama pas samitit për zgjerim që u mbajt këtë të premte në Tiranë.